Specifikisht për Gjilonin dhe për Suarekin, sepse pretendimet kanë qenë shumë të mëdha. Dhe kam si histori mes meje Blendit dhe Muhamet Dragushës, që sot nuk e kemi këtë pjesë të panelit. Përshëndesim. Kështu që Gjiloni, edhe pse fatmirësisht mbeti në ligë, nuk arriti me dol në Evropë. Tashti, që që tha dhe Graniti, krejt në vorët se si e shojnë kryesia dhe pjesa e mbrëmshme e klubit, se a është një sukses apo një dështim. Por me pretendimet në fillim të kampionatit, kjo nuk është sukses. Megjithatë, kanë rrezikuar shumë seriozisht, njëjtë si Prishtina, për me ro prej ligës, kështu që prap mund të konsiderohet se është një sukses. Unë fillimisht nuk e referona asaj se çka flasin kryesit apo udhëheqësit e klubeve, sepse ata fillimisht nuk dojnë me ndjell presion te grupi edhe me thonë se na jena pretendent për titull kampion. Unë në fillim po unë nuk i besoj fjalës së kërkuj ti besojnë asë një kampion. Po veç ta përfundoj se është më rëndësishme po leni as me përfunduar po deri në kontekstin. Unë i besoj punës së individëve dhe punës së klubit, udhëheqësisë. Nëse udhëheqësia e klubit bjen futbollist që janë dëshmuar në futbollin e Kosovës, për shumë vite kanë bajt barrën kryesore. Pruret nga jashtë janë super emra. Trajneri që emërohet është një trajner i cili e njeh ligën, ka përfunduar lart në tabelë në Superligë për vite me radhë, është bën kampion. Mua nuk ka çka më thot mua drejtori sportiv apo kryetari i klubit pavarësisht, nuk ka çka më thot, unë nuk kam pretendime për mu bo kampion, sepse puna po tregon se ti ki pretendime për Evropë edhe për me u bo kampion. E në momentin që ti ki ase investime në klub, edhe ki ase organizim, si tash po ka bën. Po jo si ti po ka bën, po ti po ka bën se po ka thënë se ti u ke referu vetvetes, jo punës tyre. Ty ta ka marrë mendja si liridon, si individ, dush me një shkolla futbolli para se e kini bindjet gabueshme. Nuk mundesh me kuptu futbollin pak më thellësisht. Shiko, po e di që e kupton, por nuk mjafton. Këshire, El Blendi, ngëm veç pak. Nuk mjafton edhe në qofse. Ngëm, nuk mjafton. Ti më si e vetë kredibilitet, më na thonë neve e njesën je, se unë të mojë ty e dërsh, dhe në sabat. Nëse Blendi e dorë cilësu, ti nuk mundesh me Nëse do me i kështu, se unë e kam edhe librën edhe fushën. Unë e dyja ti kum prejk. E ti të njona si kalu kërë. Ti vi që ke qenë librën. Ja, s'lon tashti, se ti e ofendova Albonin, tashti unë të pritën penal. Nuk është, ti tash e more personale, këto unë po të kalzoj. Bindja jote nuk përkën me ato që unë e po thëmë, që edhe mundesh me pos cilësi, edhe mundesh me pos financa, edhe mundesh me dështu. A pajtuesh me qito? Po normalisht që po. Në rregull jemi. Po. E po nëse ki cilësi. Narracionin që po përdur ti, po ti po thu, i bjen lejtar me provoj, ki financa. Në qështu e kuptuva. Ti të gut më këthy më përgjigje, s'po më kam shif objektivin. Gjiloni kam shif. Ti nuk Cili ka qenë objektivi Gjilonit? Po të kam shif se ka morë lejtar të mirë, e kam thonë që